shkulla gosht të mbeti vrima. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qoftë Zullulandi. A do qumësht apo valë, Komarica vjen vërdalë. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qoftë Zullulandi. Mirëmbrëma, se vini këtë premte të fundit të javës në datën... Në rregull, 17 tetor 2025, jemi direkt pas asaj proteste, unë them më saktë një miting madhështor e të gjithë shqiptarëve nga gjitha trojet në mbështetje të komandantet të UÇK-s, të cilët padrejtësisht sot janë në gjykatën speciale të Hagës. Lironi heroin ta. Ka gjë se e drejta vonon, po nuk harron. Më pëlqeu shumë edhe ai këshilltari i Trumpit, si e ka që i tha, ti je shkaktar dhe autori që ata janë sot në burg. Kujt i tha? I tha kësaj von der Leyen. Ursulës? Po, ma thuaj, si e ka ky... Kush? Grenell. Grenell. Grenell jem bret. Të përshnes, bravo. Do marrë pasaportën shqiptare. E meriton. Kur ajo Grenell i thotë? Dhe le të kthehemi tek një temë që është shumë delikate dhe rëndësishme, sepse në fundit ka të bëjë me të ardhmen tonë. Qëm? Me sistemin e vlerave njerëzore. Që ka ndodhur? Organizata Botërore e Shtrenësisë, pasi studimi kanë nxjerrë se 50% e popullsisë së Europës është me probleme neurologjike. Jepe një çik mondi. 42% e popullsisë globale, ose rreth 3.4 miliard njerëz, vuajnë nga të paktën një shqetësim neurologjik. Ndërkaq në Europë, përfshirë edhe Shqipërinë, kjo shifër është edhe më e lartë, me 49.6% të popullsisë që përjeton këto sëmundje. Vara Gronllaka. E pare punës një. Gjithmonë i kam thënë vetes pse të shkoj jeta mes budallënjve. Nuk janë budallënj, por ka probleme, imagjino. Klodi ka probleme neurologjike? Po të pyes. Klodi ish për këmish, forë se Aderbart. Po Mondi? Mondi ish për zinxhirësh, më keq. Tani. Ka filluar një lloj stuhie e konservatorizmit në Evropë, sidomos pas fitores së Trumpit. Dhe pikërisht një temë të tillë të diskutuar e pash dje tek se unë nuk kam më shumë e pash, shikoj kanalin, Mondi, jepe një çik të lutem. I dashur Fadil, jam Odeta gazetarja. A je Grida Duma? Ajo, ja, me gjitha. A ku ka njështë me kandidu për asuna... Jo, nuk jam Grida Duma, jo, nuk jam Grida Duma. Nuk jam Grida Duma, jam Odeta Dume. Nuk kam lidhje me politikën, jam apolitike. Unë kam vetëm 2 fjalë për të. Po? Unë jam Adriatik Elami dhe emrin e kam më të shenjtë se emisioni juaj. Tekste thëna, tekste. Për që janë këto mua bedek. Jo. Ky karamboli rreth pari ka pëlqyer Mondit. I pëlqeu Mondit, e? Ose i tha, unë nuk merrem me politikë, tha Odeta, unë jam Odeta Dume. Dhe jam apolitike. Apolitike. Por faktikisht, se që ta kuptosh ti këtë material, se ta bëra kurth. Ja pash Mondit e mbandem një sepse Mondi tani ndjek Top Channelin. Se? Nga që kishte probleme... I pëlqeu nga trimi. Ka filluar... Mondi. Ska e thaj, 50%... 75? Nga probleme neurologjike. Në keq tash. Mirë se flasim, këto nga tresa do t'i shikosh ti se... Do të bëjmë mesazh diku unë dhe flasim pastaj. Si thot populli Mondi, gëltic një lupit çorb të prishur e vjedh gjithë jetën. Tek Grida Duma. Po, tek Grida Duma. Edhe ishin aty të ftuar panelistë që flisnin më dinjitoze për anën e majt liberale, moderne dhe konservatore. Shiko tani se ç'thot kjo vajza, për shembull, që jeton në Spanjë kjo. Pavarësisht se jeton në Spanjë, një vend pioner i barazisë gjinore, Spanja ka qenë një ndër vendet e para që ka legalizuar martesën midis dy gjinive të njëjta. Mucha barazie. Vend ku është termi prindi 1 dhe prindi 2, gjitha këto, prandaj dhe unë kam zgjedhur që djalin ta dërgoj, djalin tim ta dërgoj në një shkollë private që të mos t'i diktojnë dhe të mos t'i bëjnë lavazh truri, sepse unë mendoj që deri në moshën 18 vjeç, ati dhe ne si shoqëri të gjithë, jo vetëm Spanja, Shqipëria, duhet shqetësohemi
për të tjera gjëra, për mirë formimin, dhe jo të diktojmë me kë do të ndaj krevatin ai, si që bëhet në për shkollat publike në Spanjë. Nuk e kuptoj se si në Shqipëri, kur sistemi i shëndetësisë nuk funksionon, sistemi drejtësisë çalon. Këtu diskutohet për një 1, për një 2. Po, ku ka Shqipëria për prindi 1, prindi 2, kush guxon? Po, kush Ka guxon? prindi 1, prindi 2 këtu, o motra. Ka nën, bab, familje, më qaja këto bullaliqe. Mësohet djalin të rritet i shëndetshëm, i bukur dhe të përqej vajza të bukura. Rritu burë edhe fute tullumbi në sherbet. Qike do ma bete. Qike këto bullaliqe edhe. Apo se ishte ky djali që ka qenë këtu, se unë nuk kam asnjë gjë për askënd i cili ka një prirje ndryshe seksuale, se është e drejtë e tij apo edhe asaj. Që janë kështu si më të lirshëm. Bravo. Edhe thot ai në Shqipëri unë e kisha jetën skëter, po këtu në Kanada është Kanada, Kristi Pinderi quhet, unë nuk kam asnjë gjë, kupton, por ja më bëri pak përshtypje një interpretim. Çka ka thënë? Ja. Unë nga marrë në Kanada në vitin 2017. Ajo që për mua ishte një burim marginalizimi, pra orientimi seksual në Shqipëri, në Kanada u kthye gati në një burim në mos pushteti, në një burim që ishte qartazi ndryshe nga trajtimi që unë mund kisha në Shqipëri. Por i njëjti trajtim... Pra avantazhimi, duke thënë. Kristi, pa diskutim. Dua të them, i njëjti trajtim nuk ishte njësojt për një gej nga Kenya, për shembull, apo nga Uganda. E kupton pra, që të vesh në Kanada, ke përfitim nga bytha, o idiot. Mos më ri këtu më merr vit, a? Shqysh s'kam bajt asnjë, në dëgjoj vllajin. Qa të dëgjoj vllaj thot? Po 20 sekondë. Po dëgjon atë ka shpëtuar se këtu ka hequr. Unë thot kam shpëtuar thot. Po si e një trajtim si për mua thot, në Kanada, si gej unë në Kanada, me gej që i bënë nga Kenya, se këta nga Kenya, me që janë nga Afrika, si prezident janë gej, thonë ju shqyri ju sollëm të kënaqni fëmrat ju bëni gej. Tani ishte hedhur ky bashkëpatrioti yt. Arjani. Kush Arjan? Curi, po pse bën sigur nuk di. Po ka Saranda e kjo se na çmende. Edhe shko çfarë pyetje kishte bërë. Hajde Arjan, shkaktoj pyetjen, shkarkoje. Ka ndonjë ndryshim mes një gej të zi nga një gej të bardhë? Po patjetër. Për shembull, ja po ta them unë një ndryshim. Unë kam ardhur në Kanada, po ta them. Intersectionality do të thotë që në kryqëzime të caktuara të jetës sonë, mënyra se si ne përjetojmë jetën, qoftë privilegjet apo shtypja, është e ndryshme dhe është unike dhe është e ndërtuar apo është e formësuar pikërisht nga këto pjesë të ndërpurura të identitetit tonë. E kuptove? Ma bet shtypje domethënë. Ja, po ndryshon. Shtypja është shtypje. Fan, ky tjetri më tërheq, varet si tërheq më shumë. Është sa më çmend ti o burit jot. Po tani si kam qef fare si më bete më vonë, si më duket. Në politikën ekonomike, në qoftë se flitet për ndërtimin e një objekti, vendosen X lek, çfarë operacioni bëhet për realizimin e saj? Bëhet tender, që kush do të bëjë? Edhe për këta bëhet tender. Kjo më pëlqen, kjo s'më pëlqen. Për gejtën? Kjo bën 100 euro, kjo bën 50 euro. Ama kjo është diferenca. Po ta merr mendja, kështu e kanë. Po çfarë flet apo burit? Sa pas kanë nesër. Po kështu si them unë. Janë bërë gejt me tender? Po reme. Po kështu e kanë pra se tha lëvizje. Por ama gjithë problemi është se gjithmonë jam habitur ku gjen mbështetjen këta. Për parat. Për parat, ta se që ku e mbështeten tek shoku. Po di që mbështeten tek shoku. Se shoku në ndihmon. Por për parat, ku i gjen këta parat? Se guxoj dhe se di ku dëgjon. Nuk merren fare. Bilionin e njëti? Jo bilionin e njëri, unë kam 100 bilion. Sa ke? 100 bilion, 100 triljarën. Jo milion, bilion. Bilion. Po shiko sa mbledhin këta shoqat e këtyre. Nga viti 2017 deri në vitin 2020, në rast se ti do të grumbullosh të gjitha lekët që mund t'i gjurmosh në sipërfaqe në nivel global, të cilat janë shpërndar për shoqatat LGBT, për aktivistët, ka qenë 1.6 bilion dollar. Dhe di se sa dollar janë shpenzuar për shoqatat apo aktivistët dhe themi të kahut tjetër, ato anti-gender. Ku janë? Në mos shoqata kanë forma të ndryshme organizimi. Ka disa organizata, 4.7 bilion dollar. E ke fjalën për organizatat e FES? Organizatat e FES, po, patjetër. Mirë, okej, nuk janë shoqëri civile, janë religione. Se është njësoj si kursuar sa është buxheti i Vatikanit. Po, normale. Ky pretendon tani të marrë më shumë lekë. Simbolikën e asaj që
propagandon është familja, nëna, babai, sepse nuk do të na rrëmbejnë. Prandaj kanë ardhur kohë të dhjera, tani këto momente dhe mundojmë më tepër të flasim për qartë. Prandaj tha ai tek Voksi, ajo kohë kur mos ardh, po edhe kjo që kemi, o nëne. Prandaj thuhet që u prish bota, asaj i them këtij djali, po prishet dynjaja. Ka pasur edhe në kotën verit në këta të lidhshmit. Po miro kanë qenë partizan të fshehur burri dhe po. Po dalin këto duam dhe pushtet burri. Po pushtet. Po mirë. Edhe e pyeti ky Aulon Kalaja, është një djalë që unë e respektoj. Aulonin? Po. E kam pas konvikt. Nuk e di, po. E kam pas konvikt me gjithë mendën. Po miro, shko kërkoja, unë Dhe të vllajin, haj. Jeni duke sfidu fen tani, shpun ka feja, ai është pastori, është në kishën e vet. Ç'a lidhje ka veprimtaria pastorit me punët që bën ti? Ka një lëvizja globale anti-gender është qartazi 3-4 herë me më shumë burime financiare, 4.7 bilion $. Ti pu krahasove me kishën, kisha ka besimtar, ka kotizacione, ju ku i morët 1.6 bilion $? Juve nga financoheni? Ky është do të kërkoj shëndjes, po nuk i them njeriu ignorant, po unë them kur argumenti është ignorant, s'ka problem, e pranoj unë, e thonë nga ti, por mua është vlerësim. Juve ku i merrni lekët? Në anën tjetër Kam dhënë ka pas konvik, kam mësuar nga unë. Bashkimi Evropian, ose... Po kjo është thelbi. E mora përgjigjen, faleminderit. Kështu që dashur miq, ne po luftojmë vërtet shkëndet e Europës, po jo kësaj Europe që është tani. Ore, çuna dhe goca që jeni kështu si të lidhshëm. Nuk po i thot njëri çfarë bëni me trupin tuaj. Mona u impononi, dashkeni lek ju tani, sa ju jeni 3% e planetit, jemi 97% i duam burë grua. Doni lek ju sa ne, mo lëse don, zjem. Na u bërë këta. S'po më edhe kush mami, kush babi. Mami me mjekër, babi me mustaqe. Pa, Albano. Po qëtësohë se nuk... Nuk qëtësohë do! Se në një natë! Kam qef të provoj unë jesisht, po të tatuli kokën! Këta të tërpojnë! Po për 1.6 bilion $! Me 1.6 bilion $! Të lutem, Albano. E kuptoj. Realisht kështë një problem delikat, unë do thosha dhe etik, për vazhdimësinë. Tu për shembull morave shumë propozimi për këtu në parlament, do më thonë që mos të përdoret kjo, do më të ketë gjinit të tretë. Qa thua mondi? E ka dredhur PS-ja. Qa ka dredhur PS-ja? Paha. Vetëm burë dhe grua, PS-ja i dorë nga gjinia e tretë. Bravo! Eca ty! Bravo! Gol ti! Bravo ty! Gol! Ti i fole e diram? Po unë i kam thënë, që keni këto budallë që i kam thënë. Bravo! Bravo më në fund. Ja, kjo është vlera. Kjo është vlerë e shtuar. Prandaj edhe unë dërgova Sonin. Ku? Në shesh. E majta në botë, por sidomos në Europë, është për familjen moderne, pra prindi 1, prindi 2 duke filluar dhe edukim që në shkollën fillore. Ndërsa, konservatorët, që po fitojnë terren pas kthimit të Trump në shtëpinë e bardhë, janë për familjen klasike, domethënë nën, bab, fëmijë. Si e komentojnë qytetarët? Pra, kë zgjidhen? Familjen klasike apo atë moderne prindi 1, prindi 2? Je njësh dyshin qashin në ti që e ka thonë. Ne jemi bab, nan, fëmi, atë dhe familje. Po, nan, bab, fëmi. Sepse po nuk respektove nanën dhe babën. Edhe fëmi s'ke respektua asë A vërtet është? Unë e ma ata që donë Zotë, jem rrugën e Zotit. Dhe gjitha gjatë tjetër është i gabuar. Familja është e përjetshme dhe e ka linë Zotit kështu, se ndryshin e kishë bo bakti. A vërtet është? Edhe baktia ruin. Du të ndrosh dashin për të ndërësuar gjanë, se nuk bëne aji i trupes, i ndrojnë tuba. I sjet një tjetër? Dhe kështu që ti kuptojmë që dhe baktia nuk e pranon të punë. Ju, me kë jeni? Bab, non, fëmi, nuk diskutohet. Nuk diskutohet aji që nuk është për këte për mendimin tim, se ka mendime. Nuk është në rrugë në dur. E kuptova. Një dy ju kë zgjidhni? Ja, klasiken. Klasiken, pa pra. Kjo është ajo klasikja, familje dhe tjetë e shenjë. Ju për kë jeni? Nën, bab dhe fëmi. Nën, bab dhe fëmi. Po kjo tjetra qarë është? Kjo a një gjonë që kështu ka qenë, kështu do jetë. Të shi që qapë dalin mene tjera, të shi e po thonë do t'i bëjnë njerëzit shumë mbloj gjona, këto janë pandjume, të shi mene kjo punë. Dikush thot s'ka zot, dikush thot ka, dikush thot to janë sene që
Bota është bo 8 miliard njerëz. Si cili ka mendjen e vet. Për mua kjo. Që the, familja është e shenjtë. Familja është e shenjtë. Non ba fëmijë. Po non ba fëmijë. Bile ne kur themi kështu në gjon kështu kur kërkojmë një vajzë për djalin i thon shihe nonën e merri bil. Shihe nonën, jo shihe babën. Po pat nonë të mirë ajo dhe vajza e mirë. Ato kanë lindë të tillë, kanë ndjeshmëri të tillë, le të jetojnë jetën e tyre. Ne nuk mund t'ju ndërhyjmë, se kjo është demokracia. Por 99.9% që është shifër e vogël edhe kjo, është krejt tjetër jeta. Mbi gjithçka, mbi shkencën e filozofinë, e natyrën e gjithçka është Zoti. Sepse fjala familje do të thotë riprodhim, rigjenerim, shtim, edukim, vazhdimi brezave, përveç edukimit, vazhdimi brezave, vazhdimi jetës. E kuptove që të gjithë duan familjen. Familjen është e shenjtë dhe e shtrenjtë. Dhurata më e bukur e Zotit. Dhe këto tema më ngrinë shumë nervat. Tapimi kafe arabika, Nescafe Azera, që është kaq kollaj për të bërë thjesht edhe jetë pakuj aty. Shumë sportive. Sigur e ke banakeri me shpimo, s'ke nevojë të lokal. Tapim të kafen, të mbledhim veten, kalojmë pak publicitet dhe rikthehemi prapë se më ngri tension. Jam shumë i sigurt që çdo ditë do bëhet edhe më mirë. Qa thua, kush të pjët ty, ma? Kush të pjët ty, ma? Kush e ti? Je një copë regjizori i bëj punën aty. Goni. Më dhe kush të mua. Goni. Thot ka dalë Barjami, ka bërë kërkes gjukatës kushte. Dojnë gjysëm kokre. Po s'dua, ma, që shkita një, thot mua, që me Barjami do meremi. Po kush e ti që do meremi me Barjamin? Është komandanti i përgjithshëm i forcat armatosore. Shko, se po unë zea unë ike... I thyen gjitha me pjallën Fidjani, po gjotë, që të thosë se Bajrami shtimi. Ore, ka të drejt i thot, shpalni mos kompetencë për Veliajn. Shkuptim ka? Qa ka thëmë, qa ka nga truar më kjo, mamë? Ha, jepet tani atë bëje. Gjykata kushtetuese duhet të deklarojë menjëherë mungesën e kompetencës për shqyrtimin e dekretit, të heqë menjëherë pezullimin që ka vendosur mbi dekretin dhe të çlirojë institucionin e Presidentit të Republikës nga statusi i palës i interesuar, sepse dekreti nuk mund të jetë objekt shqyrtimi në këtë çështje. Bravo komandant Bajrami. Bravo Bajrami vogël, bravo Bajrami madh. Ke filluar mësor nga Xhaxhi. Komandanti i përgjithshëm. Jemi komandanti i përgjithshëm. Do ta dërgoj të marrë 2 paketa poshtë, shikosh. Çfarë thua? Ç'pun ka Manjani? Ç'pun ka Manjani me presidentin? Ç'pun ka ai me gjithë mendaj se është bërë shumë i bezdisshëm me Manjani. Ore Ylli, e çka ka thënë, Ka qenë të erdhla, po? Mua më bën përshtypje qëndrimi kokfort i presidentit në shkelje të kushtetutës dhe më intrigon shumë fjalori tehet politik. Ende Edi Rama nuk e ka thonë këtë fjalë që mua po më pengohen zgjedhjet. Nuk të më thonë presidenti që po amani mos e po më pengohet Rama. O, president, ka marrë. Ka hallin e zgjedhjeve në Tiranë. Çfarë halli ka këto zgjedhje në Tiranë? Po këtu jeton edhe Begaj, ndoshta po jeton ku jeton më tani. Punë të bashkisë mos e ka shkruajti jashtë orarit të punës presidentit, ka shkruajti te klinika në spital ndoshta. Po çfarë është ky muhabet? Po rrimë rrezikzi, shif hallet e presidencës. Vazhdon të jetë në flagrancë. Dhe presidenti duhet ta tërheqë atë kërkesë, nëse ka dy parë. Që ti shpëtoi të paktën shkarkimit. Është der tërheqja, po jo të më thuash që si ti ja bëjmë ose nuk e di si do bëj tash, çfarë ti them Ramës ose s'po do zgjedhje. Sa bukur e imitove presidentin Vanjan. O Ylli, nuk ka nevojë për të shpërthyer me këtë lloj nervash. Vërtet OBSH-ja, Organizata Botërore e Shëndetësisë, thotë se 50% e popullsisë të Evropë janë me probleme neurologjike, po jo skepseri të drejtë, skepseri apo mos më rëzjarr ti. Për drejtë se të rëmben edhe këtu. Po rëmben, më fal sekond. Kujt Bajrami ti më thot kokfort ai? Me i tha Bajramit kokfort. A kam të drejtë unë të them këtij kok tani kok zbatur mos ka flok. Po shoqata e unë tregj vëmendjen edhe Erlës. Erla duhet të mbash qendrim Erla, mbaj qendrim. Tani të urdhërohet të mbash qendrim. Popullit këto i ngjisin qytetarëve. Se fliti sa të duash ti për dekretin, Velia, jo po zgjedhjet. Nuk kupton njëri që këtë. Ama kur i thuaj që punon mbas ditës si mjek në një spital privat dhe kur i thuaj që i biri merr rrog nga një kompani private që shkon tendra të çfarë? Këto qytetarët e kuptojnë. Ilir Meta çka punon dyer? Mirë, pavarësisht rezultateve. Nuk kaloi në votim, po komisioni e shkarkoi komisioni. Të gjitha këto denoncime që bëri PD-ja sot, nuk janë të rënda vetëm për presidentin vetvete, për Bajram Begajin vetë. Është rënd për shtetin shqiptar, më është presidenti i vendit ai.
Nuk është mjekuroje i spitalit privat. që ti je shumë e qetësuar për këtë gjë. Do të ishe bende më shumë spital se në presidencë, me thonë drejtë. Tjetër histori kjo. Bravo, Erla, gjithsesi. Është një fjalë, po unë mendoj se presidenti është dinjitoz, nuk besoj se është nga ata që nuk di çfarë është, ta lexoj mirë dhe ta zbatoj kushtetutën. Kurse për ato çam them ti që ka marrë kushurinë e presidentit, çam the? Po mirë, pse mos ti marri? Presidenti çdo i marrë 2-3 njerëz ai punojnë aty nga të fisit. Pse ti ke lidhje fisnore me mua që të ka marrë unë ty? Po jo, ma marrë me merit. Me merit, dakord pra. Po e kushurinë. Po mbase s'ka ndonjë gjë më vlla. E ka thënë Ylli. Ça Edi Rama ka bërë një fjalim shumë të gjatë kur prezantoi qeverinë për nepotizmin. Ata socialistët që kanë bërë vota që t'i gëzojë Edi Rama sot, i ka bërë copaj. Nuk lejohet nepotizmi, do të ndani menjen. O njëri o tjetri. Në presidentën e Bayram Begajt janë gjithë kushuritë e tij në punë. E di këtë di? Ku kushurinë e tij? Po. Kush është kushuri i Bayram? Tani ku diun se nuk kam bërë pemë gjenologjike të Bayram Begajt. S'ka ditë më shbërë. I diun. President kushurinë Po merri thoj Bayramit i pash deri të hënën mi largo tani. Haj tani, zëvarim tani, merri Bayramin thoj. Po janë zina, po janë për mukti gojë. E gjara, ne po ti fshi, futi në një vend tjetër thoj, mos i mbati. Haj tani. Merri me Bayramin tani. Më tha dhe agroni thoj, kështu. Sheqero, ç'a bone? Presidencia. Gjo vlajnë, ato 2-3 ropë të tu që ke marrë, që i ke kushurinë parë. 2-3 ka 30 të burë. 30? Sa ke marrë 30? Orti? Hypin autobus Ore ti? Qoja shtetit. Pse më tha dhe gonita, hypin autobus, digjoj, një 7-8 mi dërgo mua se më duhen të pastisheria. Ti do në i këshumë? Po s'kam lokal, sa të bëj lokal do më duhen dhe ata. Do bëj dhe gonit një lokal së shpejti, edhe tjerë të regullojmë, kështu i nëzirëm jashtetit, nëzirëm biza gjera, haj. Ma më mbatu të për. O, arë gjësa të mundë, më më këtë Mos, le kaq. O, më bjerë gojtë i Manjanit. Mos i bërti të tani. Mos bjerë gojtë i Manjanit. Hajde, Byllë. Na falë, Mondi, po tani qatë di bëjnë? Po ka të drejtë ose do përcjell dhe kjo një mesazh. Më thash kishte 2-3, ky pas ka marrë gjithësisë. Ka nepotizëm. Po mirë, për prandaj thashë. Krahason thot ai Manjani presidencën e Ilir Metës me presidencën e Bayramit, dhe kjo e rëndë është. Si mund ka se secili ka individualitetin, personalitetin e vet. Se për Manjanin Ilir Metës i këndoni letrat. Ç'a kuptoni me këtë letrat? Për Manjanin, presidenca e Ilir Metës është presidencë më mirë se Abraham Lincolnit, se Kennedy, se. Ajo se sa ja dëgjoj. Presidencës e Ilir Metës në kuptimin shtetëror të fjalës i këndojnë letrat. Të u them në përgjithësi, lexoni aktet e prodhuara dhe janë të qëndisura. Dakord? Problemi i Ilir Metës është kur knote vetë. Letrat i këndonin, sa të mund të këndonin vetë, shumë zonë e zërë të gjitha. Sa flisë dhe vetë pastaj për në kolë salakse, maron të mua beti. O kush i qanë halet e kemia, Ilir Meta lasa e ia. E kush i qanë halet e kemia. O, Mondi, në hap një këngë të shikojmë Ilir Meta nga ka marrë malli. Hajde, tani të torë, këna të torë, del. Unë e dhja se ishe me shiatikti, po qenge si unë e si mundi si klodi. Shumë kam halë se... Jo, po qenge kështu ti si rësë. Ja u të falun për këta. Qa thua ore? Ka pasur... Dje rekursin a i dhe s'ka ma prasysh kanë gjellë përnda. Se Elan dorish në burgit a gjukatë. Këndo aty se vojo kushi, trimi trima, një ditë e drejta do triumfoj. Edhe... është e vërtet kjo se ti di gjitha. Rama ka bërë një pak me Berishën për t'i në kokën Bajas? Po. Bayramit? Po. Sigur? Dhe më ngeli hatër shumë, se unë Bayramin po përpikesha, ta bëja një figurë të rëndësishme, me taban, po këtë del, merë kushurin në punë. Të ta qojë në Gaza këta. E qova në Gaza? Jo, ta qojë që të ndjek këto punimet, që do bëhet Gaza si Miami. E prishim me këto, jam shqeqer, jam baklavas. Kështë e folio kjo Kocaki, pedagogja. Eleni, fleta o tundet dheu. Kam seriosisht. Koka e Begajt mund të pritet nëse ka një marrëveshje në liderëve? Po. Ata presi koka më të mëdha se koka e Begajt. Pse do ta lëshonte Rama Begajn? Dgjoj, deri tani unë mendoj se Rama e ka pas një noter Begajn. Noter, doktor, peshkatar, në rolin Kushe puti këtë materialin, Mondi? Kush janë këta që aludojnë se Rama dhe Berisha duan t'i presi kokën Bayramit? Mos u merrni me bulla dhike,
kemi këtu njerin kompetent që i di të gjitha zhvillimet dhe pse tha, po aty flinte lepuri, se ishte thjesht një karem për të peshkuar. Tini këto ju. Bajrami ka qenë është dhe do mbete president deri në fund mandatit, biles, mendojt që tjetë edhe mandatin tjetër, kur tjetë Shqipëria në Evropë. Ti ha buk me sa lam, Bajram. Do vish me mua në Sauk. Të zonë elektronik. Po pse fiksuar në Sauk, unë e di që ka për shpis. Po hajde vemi një përqef, te mbikalimi në zona astir, ose te medreseja, ose te tregu elektrik. Ka trafik. Okej, në qoftë se ka trafik, futemi në Instagram ose Facebook, kërko këto faqe të zonë elektronik, ose shkruaj www.ozon.al dhe brenda 48 orësh të vjen porosia brenda në shtëpi. Ozon Electronics po përdoret kodin Albano, merrni 30% ulje, po përdoret kodin Agron, merrni 450 milion % ulje, pra merrni shumë lek mbrapsa, shumë bie në llogari. Ozon Electronics jetoni në mënyrë duke ble. Opa, ble që të kursesh, ore, se sa më shumë të blesh. Duke kursyër, të lutem. E mirë, duke kursyër, duke kursyër. Dhe tani, ti qëfar punë tjetër veç aktrimi di të bësh edhe 18 gjuhë të huaja që ke? Po, atëherë, unë jam poliglot. Je poliglot? Po. Sa poligoni punon? Jo, poliglot, që fletë shumë gjuhë. Aha, më falë. Kam qenë zëvëndës pap. Që e qëna? Zëvëndës pap. Kur? Në hije, me që më thoshe Eminenza Agri, në vitin 424. Ishe me Konstantini? Papa i dytë, jo, para Konstantini, Gjolajnë. Kam qenë zëvëndës sekretari shtetit në Kongon perëndimore. Qa thua? Kam qenë president i Liberis 2 herë, kam qenë zëvëndës faraon, kam qenë dhe hidraulik, kam shpikur sistemin e irigacionit hidraulik, toka që në kone Mesopotamis, po. Po, pra, sepse ka dalë kjo inteligencë artificiale, thot gjithë të rinjve, bëhuni hidraulik. Hidraulik të bëjë? Po, ja. Një nga themelon se inteligencë artificiale, thirrje të rinjve, bëhuni hidraulik. Po, e di pse? Qa përfitimi? Sepse dohet e vetëmja punë që nuk bën dot inteligencë artificiale. Pse të gjitha do bëjnë inteligencë artificiale? Po, të gjitha, përveç bllokimit të... Kur blokohet ajo, s'ka që të bëja, blokohet. Në fjallë se kam dëgjuar që, për shumë bëj fjalla, ne si popull kemi nevojë të shtohemi. Me hidraulik do shtohemi? Që ka? Kërë vepër është. E pra. Edhe t'imagjinosh që thonë që ikin shqiptarët nga Shqipëria, po t'imagjinosh anën tjetër që vinë të huaj në Shqipëri. Amerikane, në mes të Amerikës, dhe thotë jam nga Kuksi. Vere! Hajde! Wow! How are you? Mirë, po t'ja e mirë. A je shqiptare? Jo, nuk jam shqiptare, jo Amerikana. Amerikane? Where are you from? Are you from Luftja? Jo. Where are you from? Jam prej Kuksi. Prej Kuksi, qa legjende që Kuptove? Që thua ikin të rinë, dhe ordro vinë të rinë të tjerë, dhe një nga Kusi shko kur dalin dy nga të Sana, ikin sana vinë. Po qa fletër? Po s'ka, jo, po tani Shqipëria është bërë me vërtet një vënd që admirohet, përqehet shumë, bumi turistik, ka turistë që vinë këtu dhe zduan t'ikin më. O vla. Në Vlori, pakën është 30% e populatës janë bërë italianë. E di. Dhe e di kush ka ndikuar, kush është faktori kryesor pëse ka filluar këtë influx të rinjës në Republikën e Shqipërisë, që kur ka marrë unë të Fejkofi. Jo. Po. Atem futbolli. Futbolli? Edhe ditë dhe me këtë tjetërën, me fjallë, që në qofë se Taulant Balla nuk do realizon dhe do të misionin që ngarkoj Rama, do ishte përjashtuar nga partia komplet. Jo. Ore më falë, pse fituam neve atje në Serbi? Ishte Taulant Balla. Edhe Flevziu, i dërgova unë, po këtë da ta shumë. Dërgove ti, a ishte me një mision. Qa mision? Sepse duhet kishte ngarkuar, si atër në kone luftës, njësit Gueril, ti do të nxjerësh në prit. Atë ti bënda atentatin dhe ndërkohë, ky i tha Aslanit, ti do punosh për brojën, për kërkesa. Ata të dy nuk shkojnë me njërë tjetrin, tak Taulanti në mes, urdhëro. Në dokumenta, urdhëro. Përshëndetje, më shkruan një mik nga diaspora, nga Hamburgu, edhe më thot, aman thot ule Aslanit me brojën, që Aslanit jabi këto brojës, që brojat bojnë gol me Serbinë. Aslani i dha fjallën dhe hima e fjallën ti. Po? Dakor. Përshëndetje diasporës. Taulant e the gabim, broja golin e bëri me Jordanin. Do me thënë, po pra po. Nuk e bëri do të në atë, këshu me i thëtë... Taulandi mban fjallën për futbolin, si që mban për premtimet elektorale, njësoj, do bëjt gol broja. Po golin e bëri mana i mo. Tani, sepse vim në fund të programit dhe ngjarja kryesore e ditës do thoshja dhe e muajt, është mitingu madhështor
në mbështetje të luftëtarëve të UÇK-s, të asaj lufte vendimtare, sepse UÇK-ja nuk luftoi për interesat e veta apo të një formacioni ushtarak, por luftoi për popullin, për lirinë e Kosovës, për kombin. Dhe të tillë, me këtë qëllim dhe ide, dhanë jetën shumë trima dhe luftëtarë. Dhe mbi të gjitha të mos harrojmë dhe ato aktet pamëshirshme shfarosëse të serbëve në Kosovë. Duhet kuptuar, është një luftë e freskët dhe gjaku e vështirë të shkelet nga çdo lloj partie, ideje apo lloj formacioni. Sepse ajo që më tremb në çdo gjë është, edhe pse kalojnë kohë dhe vite, fjalët e ririnasve të mëdhenj ngelen përsëri kaq konkrete dhe sot. Dhe më vinë vargjet e fishtës. Mazor, torç dy fjalë kombit mbar, sy më sy me a thanë deshta. Mazor mblidhen dy shqiptar, se sa mblidhet një thes me pleshta. Kështu jemi në shqiptarët, edhe pse bëjmë shqiponjën, në karakter që ngemi pleshta. Keq më vjen. Uroj që ta kuptojmë më shumë se kur. Po nuk kemi bashkë, dalim të teoria Skënderbeut. Po ishit veç e veç, na thyej. Po bëjmë bashkë. Uroj dhe shpresoj. Nga unë dhe Albano, paçi një fundjavë të bukur. Shqipëri dhe shqiptar ju duam shumë. Natë e mirë. Shihemi të hënën.